Vendet e rajonit të Ballkanit po bëjnë përpjekje që përmes operatorëve të tyre turistik të zgjerojnë guida turistike duke përfshirë disa vende. Përfaqësuesi i operatorëve turistik të Shqipërisë, Sokol Hoxha, thotë se turistët nga Europa dhe Rusia, pasi vizitojnë Kroacinë dhe Malin e Zi, shprehin interesim për të parë nga afër edhe Shqipërinë. Ai shton se në muajt e parë të këtij viti, shoqëritë turistike janë përballur me vështirësi dhe probleme dhe se sipas tij kërkohet më shumë kujdes për shpejtimin e kalimit në pikëlimet kufitare si dhe shoqërimin e turistëve të huaj brenda vendit. Me gjithë fillimin e keq që patëm si pasojë e situatës politike, pra goditjen e rëndë 2 herë që patëm brenda këtij vitit e shoqëria turistike, them se turizmi është në rrugë të marrë edhe ka rritje me përqindje në krahasim me vitin e shkuar. Këto turistë qëndrojnë pak në Shqipëri edhe deri tani në ditët e fundit vetë kanë një stres i veçantë, stres në veti qëndrimin në pikat e kufitare. Shpresoj që Ministria jonë e Turizmit të punojë më tepër për rritjen e cilësisë të pritjes tyre turistave, si edhe rritjen e cilësisë të pritjes tyre dhe të shoqërimit në vendet kulturore dhe në vendet e pushimit. Përfaqësuesi i shoqërisë turistike Bonito nga Mali i Zi, Jonuza Bazi, shprehet për nevojën e lehtësimit dhe shpejtimit të procedurave të kalimit të turistëve të huaj në përpikalimet kufitare mes Malit të Zi dhe Shqipërisë. Kjo për shkak të kohës së kufizuar të qëndrimit të turistëve në Shqipëri. Duke pas parasysh mysafirët e huaj të cilët janë duke vizituar Ulqinën apo Malin e Zi, numri është më i lartë se sa vitet e kaluara. Shpritet dhe mbas gjithë statistikave mendohet se të jetë një vit turistik i suksesshëm, por le të shohim se çfarë do të na bëj ky vit turistik. Ne si agjenci turistike të cilët operojmë në Shqipëri, në shumë të rasteve mysafirët janë në vizitë një ditore në Shqipëri dhe koha është shumë e limituar. Për këtë arsye është e nevojshme që kufiri të bëhet shumë i shpejt. Çdo ditë disa dhjetra autobus të agjencive turistike të rajonit hyjnë në territorin e Shqipërisë përmes pikalimit të përbashkët kufitar të Moriqanit për të vizituar gjatë një qëndrimi një ditor pikat turistike të Shkodrës, Lezhës dhe Krujës. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pollumsulo.